Kjo shkon ka pak në propagandë kundër vaksinave, ka pak në propagandë për një vijë fetare, ka pak në propagandë për çka po ndodh në veri. Po thojnë Amerikanët e kanë gjujt Iranin, po i ka Irani do raketa msheft. Ku i ka ato raketa msheft o birë, çka? Ka qenë një takim super i famshëm i Vladimir Putinit me Antonio Guterres, presidentit Rusisë me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, ku është përmend Kosova si mundësi për presedant. Krejt mediat në Kosovë kemi transmetu. Fjalë për fjalë shumë krejt mediat në Kosovë kemi transmetu. Problemi është që shumica kemi transmetu kallëp, veç deklarimin. Kjo është dështim mas pari i shtetit, mandej i krejtve neve. Në qëto raste, nëse Putini tenton Kosovën me bo presedant për Donbas ose Zaporozhje, është dosh Ministria jone jashtë me pas qëndrim shumë të qartë, edhe këto me bu në dy mënyra. E para, me na thirr do kryeredaktorëve me një takim ku nuk lejohet me pi cigare, edhe me na shpjegu sakt çka është ka tenton me bo Rusia. Po Ministria jone jashtë me skok si kapaciteti. Çka o ka tenton? Lart, çka nëse jemi këtu, po ata kishin thonë ju duni me ditë vetëm re. E dyta, çfarë po do me dalë? E dyta ish dosh Ministria e jashtme me dal me një demand publik pra. Demand publik. Me thonë, kështo që po e thot Putini me Guterres nuk qëndron në rastin e Kosovës për shkak se 1, 2, 3, 4 Kosova është sui generis, dihet që është pavarësia, dihet në për çfarë kompromisi ka kalu, bla 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 bla, ka vendim gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, mos t'ia shkruaj tash unë komunikatën Ministrisë Punëve të Jashtme. Pra, nuk e kam bo në momentin që kemi hyrë që narrativ kemi rrshit shumë keq. Edhe e treta, ç'kjo për cilën Koci foli, për mu ç'kjo është problemi më i madh, është nuk ka nevojë ti me besu që e ka Rusia mirë. Ka nevojë me besu që krejt mediat janë ka rrajnë. Kur të fillon ti me besu që krejt mediat janë ka rrajnë, e kjo nuk shkon veç në propagandë për Ukrainën. Kjo shkon ka pak në propagandë kundër vaksinave, ka pak në propagandë për një vijë fetare, ka pak në propagandë për çka po ndodh në veri, ka pak në propagandë për Faton Hajrizin, ka pak në propagandë për nuk e di, edhe dikon tjetër. Edhe kur fillon ti tash, ka pak në propagandë për gjykatën speciale që pesa. Edhe aty kemi shumë rrena dhe shumë hallakoma. Kur fillon ti tash gjykatën speciale me marrë me rezervë, nashta edhe e kanë dhënë ai shuplok, nashta janë ka pak kriminala. Kur fillon Faton Hajrizin me relativizu, kur fillon ai dikon tjetër me relativizu, kur fillon një vijë fetare me pasi çatëherë është telazhe. Mandej shkon tu e ul standardin, mandej relativizon dhunën ndaj grave, mandej menon që Fenerbahçe ka me dal dysh, edhe ki mu boj i pasun, edhe hin me një, këta i thojnë rabbit hole, hin në birë të minit, edhe e sheh që ti mo prej medjave nuk je ka e merr informatën as të vërtetën. Qëllimi është që nuk besoj, po e përfundojmë sto, nuk besoj që pret dikush në Moskvë na me u kthy, edhe me i besu aty në ma shumë se Washingtonit. Çka pret ajo është na veç me i besu Washingtonit ma pak, ose Prishtinës, ose Brukselit, nuk është një vijë politike që po du me promovu. Po veç pret me pas skepticizëm të natyrshëm, po të instalum me relativizu çdo të vërtet që vjen. Po thojnë Amerikanët e kanë gjujt Iranin, po i ka Irani do raketa msheft. Ku i ka ato raketa msheft o birë, çka? Momentin që fillojmë qështu me mendu, ata e kanë mri qëllimin.